Në raportin e progresit për Kosovën, Komisioni Evropian shkruan se vendit I duhet një qeveri orientuar drejt reformave të thella dhe e cila të mbështes bisedimet me Serbinë, si dhe zbatimin e marrëveshjeve që janë të rëndësishme për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Raporti që vën në pas shqetësimet për sundimin e ligjit, luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe problemet në sistemin e drejtësisë, bën thirrje për formimin e shpejtë të institucioneve, mungesa e të cilave po pengon procesin e reformave. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë atje Besim Abazi. Komisioni Evropian vlerëson se polarizimi mjedisit politik pas zgjedhjeve të qershorit në Kosovë ka shuar një blokadë politike që ka shkaktuar shtyrjen e reformave thelbësore në vend. Këto komente janë pjesë e raportit të progresit për Kosovën, në cilin Komisioni sërish vëtheksin tek çështjet që kanë bënë me sundimin e ligjit, luftën kundër krimit organizuar e korrupsionit dhe nevojën e reformave thelbësore në sistemin e drejtësisë. Në raport thuhet se autoritetet e Kosovës kanë dëshmuar mundësitë mira për të bashkëndruar veprimet për integrimet evropiane, posaçërisht sa I përket negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në fushën e sundimit të ligjit thuhet në raport autoritetet kanë treguar një përkushtim thelbësor politik për ripërtritjen e mandatit të misionit e EULEX-it dhe janë pajtuar për të ngritur një gjykatë posaçme që do të shqyrtojë rastet e ngritura nga grupi posaçëm hetues. Për të përmbyllur këtë proces, Kosova duhet miratojë ndryshimet e domosdoshme ligjore. Raporti thotë se Kosova ka shënuar përparimin e dialogun për liberalizimin e vizave, por të rrezikojnë se ajo duhet të dëshmojë rezultate praktike në luftën kundër krimit organizuar e korrupsionit dhe të zhvillojë më tej pavarësinë e sistemit të drejtësisë. Në raport thuhet se në Kosovë përfshirë edhe komunat veriore të saj janë mbajtur zgjedhje të suksesshme lokale të përgjithshme, por dështimi për të konstituar parlamentin e ri me kohë ishte një kthim prapa. Qeveria e re duhet të fillojë një gamë të gjerë reformash gjithëpërfshirëse, posaçërisht reformën zgjedhore dhe atë të administratës publike. Qytetarët e Kosovës thuhet në raport presin të kenë qasjen e media të lira dhe që nuk do të përballen me diskriminim pavarësisht nga përkatësia e tyre fetare apo etnike. Për të pasur sukses, Kosovës I duhet një qeveri jo vetëm orientuar drejt reformave, por e cila po ashtu do të mbështesë bisedimet me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura, jo vetëm në të mirët Kosovës e Serbisë, por edhe gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor, thuhet në raport. Komisioni Evropian thotë se Kosova ka shënuar një përparim të kufizuar në përpjekjet për të shndërruar një ekonomi funksionale të tregut, por ai të rrezikojnë se rritja e shpenzimeve para zgjedhjeve, siç janë pagat, ka ndikuar negativisht në transparencën dhe besueshmërinë e politikës fiskale. Në reagimet e para, autoritetin e Kosovës mirëpritën në raportin. Presidenti I Kosovës, Atifete Jajaga, thotë se raporti vlerëson njohjen e përparimit të arritur në përmbushjen e reformave evropiane në vitin e fundit. Në një komunikat nga zyra e saj shprehet përkushtimi I Kosovës që sfidat e identifikuara në raport të përballen me seriozitetin më të lartë, ndërsa kryeministri në detyrë Hashim Thaçi tha se raporti konfirmoi përparimin arritur në përmbylljen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe atë drejt përmbylljes së procesit të liberalizimit të vizave. Ai citohet që thënë se Kosova është parë një agimi të ri dhe një epokë të re drejt integrimit evropian. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.